që udhëtimin e kam me pasion dhe udhëtoj shpesh. Një ndër eksperiencat më të këqija do ta quaja tillë ka qenë në Barcelonë, ku kam qenë me mikeshat e mia dhe duke ecur faktikisht rrugës më kam vjedhur telefonin nga dora dhe unë që pafund vetëm qaja sepse nuk kishte pjesa vetëm të telefoni, po kisha gjithë kujtimet e mia, kisha gjithë fotografitë, edhe imagjinon ti je në një shtet tjetër, ti je edhe pa telefonin, familja të bëhesh merak, pa diskutim dhe më kthye një ndër udhëtimet e mia më stresuese. Dhe gjithmonë kur kujtoj Barcelonën, gjithmonë them në atë vend nuk kam dëshirë të kthehem dhe të shkoj sepse aty të vjedhin, edhe ka ngelur kjo si ide dhe për mos se unë bleva telefon po në Barcelonë dhe vjova pushimin me mikeshat e mia sepse kishim rezervuar për 5-6 ditë, prapë nuk kisha e qetë edhe sepse më mungonin nuk e shijove pra. Nuk më mungonin fotot, gjërat që nuk kisha tek telefoni im. Edhe pa diskutim ka qenë një ndër eksperiencat që e lidh gjithmonë me Barcelonën më të këqijat. Dhe në